Kaq, do të lidhem me njerë me kolegën Sara Demushi, e cila ndodhet në SPAK, aty ku pas pak pritet nis seanca ku Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, do të kërkojë lirimin. Sara, të përshëndes, ndalen fillimisht te ky zhvillim, më pas edhe disa zhvillime të tjera që kanë të bëjnë me aksione policore, me BKH dhe me SPAK. Mund ndalen fillimisht tek çështja e Veliajt. Të përshëndesimi, në orën 12 në gjykatën e posaçme antikorrupsion pritet të nisë edhe seanca për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, i cili kërkon ditën e sotme lirimin e tij në një seancë e cila mbetet për të parë se sa do të zgjasë ditën e sotme. Do është pikërisht gjyqtari Erion Bani, i cili shqyrton edhe këtë kërkesë të kryebashkiakut sa i përket revokimit apo zëvendësimit të masës së sigurisë. Ndërsa gjatë seancës që do të zhvillohet ditën e sotme, po ashtu kryebashkiaku Veliaj ka kërkuar edhe informacion dymujor nga prokuroria e posaçme antikorrupsion sa i përket hetimeve të cilat janë duke u kryer ndaj tij lidhur me dosjen për cilën që prej ditës së arrestimit, pra më datën 10 shkurt dhe deri në këtë fazë të hetimeve që janë kryer nga ana e gjykatës dhe prokurorisë posaçme antikorrupsion. Gjatë ditës së sotme do të paraqitet, do të jetë veti pranishëm kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në këtë seancë, e cila do të nisë vetëm pas më pak se 30 minutash në GKK dhe mbetet për të parë se cili do të jetë vendimarrja që do të ketë gjatë ditës së sotme pikërisht gjyqtari Erion Bani sa i përket kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj. Ndërkohë kujtojmë se në fakt më herët ka qenë pikërisht mbrojtja e Veliajt, e cila edhe ka kërkuar, ka apeluar masën e GKK-s në apelin e posaçëm, por gjykata edhe këtë kërkesë të bërë nga mbrojtja e Veliajt e ka rrëzuar dhe tashmë mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi dhe vendimin që do të marrë edhe gjyqtari Bani sa i përket kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj. Ndërsa sa i përket masës së sigurisë, në cilët edhe biznesmeni Elman Abule qëndron në masën sigurisë arrest në shtëpi, po ashtu edhe biznesmenet e tjerë të përfshirë dhe bashkëshortja e Veliajt janë në masën detyrim paraqitje. Okej, ndërkohë Sara, duan ndalen pak tek një ngjarje e cila fillimisht u raportua si incident, më pas do dole detaje që bëhej fjalë për agent BKH që janë dhunuar në Mallakase. Më trego pak për çfarë bëhet fjalë. Një incident i rëndë është regjistruar pas ditën e djeshme rreth orës 19:20 minuta në aksin rrugor Fier-Patos, ku në fakt në një përplasje janë përfshirë shërbimet operacionale të policisë dhe hetues të BKH-s, të cilët janë goditur nga disa persona teksa ishin në krye të detyrës. Ajo çfarë kemi arritur të mësojmë sa i përket personave të cilët është bërë i mundur nga ana e policisë së Fierit të arrestohen, bëhet me dije se janë 3 persona të paktën deri në këto momente, më konkretisht bëhet fjalë për Ledian Kaplanajn, Claudio Kaplanajn dhe Gerald Kolçaku, janë pikërisht këta 3 persona të cilët janë arrestuar, por ndërkohë nga ana tjetër policia dhe prokuroria janë duke kryer të gjitha verifikimet, pasi bëhet me dije se ka pasur edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë konflikt. Sa i përket dëshmisë dhënë nga ana e 3 persona të arrestuar, janë shprehur se nuk kanë pasur dieni se kush kanë qenë personat me të cilën janë konfliktuar, ndërkohë nga ana tjetër agentët e BKH-s në dëshminë e tyre kanë deklaruar se janë prezantuar si agent të BKH-s, por nga ana e personave të arrestuar nuk është besuar dhe ata kanë vazhduar të goditen nga ana e 3 të arrestuarve, pra Claudio Kaplanajt, Ledian Kaplanajt dhe Gerald Kolçakut. Ende nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e BKH-s sa i përket këtij incidenti të ndodhur ditën e djeshme dhe madje deri në këto momente sa i përket komunikime, sa i përket deklaratave që ato kanë dhënë para hetuesve janë shprehur se shkaku i konfliktit është bërë një vend parkimi, por tashmë mbetet për të parë nëse e konfirmojmë këtë gjë? Po, thimi në fakt janë të afërm të ish kryebashkiaku të Mallakastrës Agron Kaplanaj, por siç e theksova më herët, paktën deri në këto momente nisur gjithnjë nga ajo çfarë kanë dëshmuar para hetuesve e po ashtu edhe në reagimin zyrtar që ka pasur policia ditën e djeshme. Deri në këtë moment ata janë shprehur se shkaki i konfliktit është bërë një vend parkimi, por tashmë mbetet për të verifikuar nga ana tjetër nëse kemi të bëjmë pikërisht me këtë motiv të kësaj ngjarje të rëndë apo ka një probavi tjetër,
ndoshta edhe probavi politike, por kjo mbetet për tu parë në vijim, për shkak se agentët e BK-s kanë qenë në kuadër të tashmë të cilat janë të pozicionuar për shkak të detyrës sa i përket të luftës kundër krimeve zgjedhore dhe tashmë do të jenë qartësime të tjera sa i përket kësaj ngjarje, ndërsa deri në këtë moment nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ana e BK-s lidhur me incidentin e ndodhur pas ditën e djeshme në Fier. Sardhe Mushi, faleminderit për të raportim të parë, do të jemi sërish bashkë në vijim të seancës së Erion Velie.